Të dashur miq, konferencë për shtyp, këshilltarët dhe presidenti i Republikës Çamërisë. Në këto situata geopolitike që po ndodhet Shqipëria, kombi shqiptar, Europa, njëkohësisht dhe Ballkani, njëkohësisht dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në propozimi që dhanë këshilltarët në këto situata që përmenda më lart, Republika e Çamërisë po hyn në një rikonstruksion të strukturave të saj në tokën mëm Shqipëri. Jam mirënjohës gjithë bashkëpunëtorëve të mi, të cilët më kanë mbështetur fuqishëm në të gjitha fushat. Bekim nga presidenti i Çamërisë, Zoti rujt familjet e tyre dhe njëkohësisht ata. Kjo nuk është lëvizje sepse ne po ndryshojmë disa njerëz. Jo. Sot, në këto situata, do të fillojmë lëvizjet në Ballkan, në Europë dhe në Amerikë për sensibilizimin e çështjes Çamërisë. Duhen disa intelektual të mirëfillt që kanë bashkëpunuar si ambasador, si usharak në NATO, si njerëz që vinë nga Amerika me shumë informacion, edhe Ballkani njëkohësisht. Unë ju përshëndes, mirënjohje, bashkarisht, do bëjmë kombin, Shqipërinë dhe Çamërinë. Por të partë kanë thënë një fjalë, pa Kosovë e Çamëri nuk ka Shqipëri. E rëndë është, por duhet thënë. Faleminderit.